Banorët e lagjës së Romëve në Graçanic po përballen me kushte të rënda jetese, derisa e drejta për arsimim për fëmijët është bërë një sfidë e përditshme. Ekipi Kosova Press ka vizituar këtë lagje dhe ka pyetur banorët për kushtet e tyre. Të njëjtit kanë dashur të mbesin anonim dhe mos të prononcohen për Kosova Press. Mbrapa kamerave, një grua nën e 4 fëmijëve ka përshkruar situatën dramatike në të cilën ndodhet familja e saj, e cila ka thënë se nuk po mund t'i dërgojë fëmijët nëpër shkolla, shkaku i kushteve të rënda në të cilat jetojnë. Një banor tjetër i kësaj lagjeje ka thënë se kushtet e rënda infrastrukturore po ja vështirëson fëmijëve të kalojnë rrugëve të kësaj lagjeje për të shkuar në shkollë. Një tjetër banor, duke komentuar për mungesën e reagimit institucional, ka thënë se në këtë lagje mbi 50 shtëpi ka nevojë t'i dërgojnë fëmijët në shkollë. Nga ana tjetër, një grua ka ngritur një problem edhe më thelbësor, mungesën e ushqimit. E njëjta është shprehur mbrapa kamerave se nga uria po han hithra, e sa për t'i dërguar fëmijët në shkollë, për familjen e saj as që bëhet fjalë. Në këtë realitet të rënd, banorët e lagjës së Romëve në Graçanic kërkojnë veprim urgjent nga institucionet për të përmirësuar kushtet e jetesës, si dhe për të garantuar të drejtën bazë të fëmijëve për arsimim.